Bajram Elishani i akuzuar në rastin e Kumanovës në dëshminë e tij para trupit gjykues, tha se pjesëtarët e policisë pas arrestimit në stacionin policor në Shkup ndaj tij kanë ushtruar dhunë seksuale. Ai tha se disa herë kishte pasur mundësi të sulmonte policët para 9 majit, por nuk kishte bërë një gjë të tillë, pasi siç tha, nuk ishte ardhur për të kryer akt terrorist. Duke folur për luftimet e 9 majit, ai tha se është dorëzuar para garancive që grupi ka marrë nga Artan Grupi, se Gjoja Napret OSBE-ja dhe pjesëtar shqiptar të policisë. Në Maqedoni kam ardhur për të drejtat e shqiptarëve. Xhafer Zymberi dhe Beg Rizaj më kanë treguar disa të ashtrëquajtura bomba, ku dëgjohet janë Kullovska se i quajnë shqiptarët e egër, indian dhe ardhacak. Këtu kam ardhur për marrëveshjen e Ohurit dhe kombin tim. Në stacionin policor në Shkup, 2 pjesëtar policor më dërguan në WC, ku njëri nga këta është zhveshur dhe më pas më vjen turp të tregoj çka ka ndodhur. Përderisa Elishani dëshmonte për dhunën e ushtruar ndaj tij, edhe i akuzuari tjetër Gense Sefa ju drejtua trupit gjyqësor se edhe prokuroria e Lëndës ka qenë dëshmitare ushtrimit të torturës ndaj pjesëtarëve të grupit. I akuzuari tjetër Nexhbedin Lika gjatë dëshmisë së tij tha se në Maqedoni kishte ardhur pasi Beg Rizaj dhe Xhafer Zymberi gjatë një takimi në Kosovë kanë premtuar një gjykim të drejtë ndaj tij për Lëndën paraprake me ndihmë të një agenti të shërbimeve. Kur hyra në Maqedoni dhe e pash se ku jam, Begut i kërkova që të largohem. Ata më thanë se nëse neve na ndodh diçka, i gjithë faji do të jetë i yti dhe ti do të jesh tradhtari. Nuk desha të njollos fatin e fëmijëve të mi dhe qëndrova. Në lagjen e trimave asnjëherë nuk kam pasur as armë dhe as uniform. Kam qendër të pare që kam dashur të dorëzohem dhe jam dorëzuar me grupin e parë. Gjatë luftimeve më 9 maj kam ndihmuar Fadil Fejzullahun pasi ishte i plagosur dhe nuk kam njohur asnjë. Avokati Naser Raufi tha se është e qartë se të akuzuarit në asnjë rast nuk kanë ardhur për të holla. Nuk vjen pyetje do një motiv, domethënë lukrativ, që kanë qenë të holla apo do një lek. Domethënë ajo punë mund të përjashtohet kompletisht, domethënë. Këtë punë kanë vërtetuar prej parit, prej Sami Ukshinit deri tani, deri i fundit deri tani, domethënë që nuk ka qenë pyetje interesi material apo pare, por vetëm kauza shqiptare. Krejt domethënë janë ankuar për dhunën që është një masë enorme, një mënyrë jo njerëzore që civilizacioni nuk e mban mend ndoshta. Domethënë mund lirisht thënë që terrori është bë praktikisht nga ana njësive speciale. Nesër pritet të mbahet seanca gjyqësore kundër Sulejman Osmanit, i cili ishte kapur nga autoritetet kosovare dhe ekstraduar në qershor të 2016-s. Për zhvillimet e vitit 2015 deri tani kanë dëshmuar 19 persona.